është lufta e saj dhe juaja deri tani. Para se të shkojmë te diella dhe luftës së saj, më lejoni t'ju kujtoj se juve dhe të gjithëve të cilët kanë burim të ndjekin këtë ditë të gjatë e juaja, për të cilën unë jam shumë mirënjohës, që Shqipëria është duke bërë diçka të paparë dhe unike në të gjithë rajonin. Reformën e drejtësia jona dhe njohja jon, jo vetëm de jure, po edhe de facto të pavarësisë së sistemit të drejtësisë dhe të gjitha operacionet të këtyre strukturave speciale kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, siç është SPAK-u, praktikisht kanë krijuar në Shqipëri dhe për shqiptarët shembullin që lufta kundër korrupsionit është diçka që shkon përtej fjalëve dhe fasadave dhe shkon shumë thellë le të themi në mënyrë shumë të balancuar, pa par as majtas dhe as djathtas, pavarësisht se kush është në ekzekutiv dhe kush është në opozit, kush është në mazhorancë, kush është në fuqi, kush s'është, dhe me shumë fakte që tregojnë që çfarë nuk ka ndodhur më kur më parë në Shqipëri që nga shpallja e pavarësisë në 1912 deri para pak viteve, po ndodh pikërisht vitet e fundit. Është diçka që asnjë nga vendet e tjera mund të thotë që ka bërë një gjë të tillë, dhe kjo është jo për të thënë që ne jemi më mirë nga të tjerët, por për të thënë se ne kemi marrë shumë seriozisht dhe në këtë moment, në këtë çast, ne pranojmë suport, partneritet, ndihmë, por nuk pranojmë lektura dhe leksione nga askush sa i takon luftës kundër korrupsionit dhe padyshim sigurisht kur sa i takon diellës, ajo është produkti një sistemi, një lufte sistematike që nuk është vetëm luftë ndaj çështjeve ose në sallat e gjykatave, por është një luftë me modernizim dhe ne kemi qëllim që brenda 2027-s do ketë prokurimet publike do të